Allahut I takon pasuria, fuqia dhe lartmadhëria. Gjithçka është pronë e Tij. I kujt është pushteti sot? I Allahut, I Atij që është një, I fuqiplotit. Allahu është bamirësi dhe mbrojtësi. I Tij është pushteti absolut. Po ashtu nga Ai të vjen shpëtimi, pasurimi me dashuri dhe vepër të frutshme. Dhe çdo të mirë që keni, ajo është prej Allahut. O Zoti ynë, ne I zbut zemrat, na shndro të merrin e brengave në hare, na bëj sy pa trembur kur na ka plon frika. O Zoti ynë, largoje prej nesh mërzin dhe pikëllimin, lëshon mbi sytë tanë të friksuar siguri, mbi shpirtrat e shqetësuar qetësi, dhe hapi dyert e zgjedhjes me shpejtësi.